besimtari, vllavi musliman, i udhëzuar me Kur'an dhe Sunnet, namazli, agjërues, zbaton dispozitat dhe rregullat e fejes të Allahut subhanahu wa taala në pamje të bukur dhe të mirë, me sunnet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në fytyrën e tij, në petkun e tij, në buzëqeshjen e tij, në veshjen e tij, jep dhe aludon të njerëzit e tjerë se ki pra kana një musliman i cili zbatoi ka sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo qenë ka një grua e cila zbatoi ka urdhrat e Allahut dhe sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se ne jemi pasqyrë. Sa turp dhe marra, kur e shen një njeri që zbaton një sunnet, një obligim, probleme mjekër të madhe dhe pi cigare. Dhe në vjen marre. Para më do çfarë sunnet pejgamberit Allahut mban. Aty pi duhan. Apo me mjekër të madhe, ndalesh në kafe dhe i këshir gratë e huja, Allah i na rujt. Po tham se ti je pasqyrë. Ti je urdhruar që të ulmi në shikimin. Ti je urdhruar që të largosh nga një mekat. E ti je pasqyrë. Ti je ornak, ti je model. Ti je mbuluar. Zbaton urdhrin e Allahut. Praktikon sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk të ka hijen midis rrugës dalësh, e të keshish, e ta ngrish zonin, e ta bllokojsh komunikacionin, të bësh një selfie. S'ka hije. Nuk është ornak, nuk është model. Ty je pasqyre. Ti duhet të jesh shumë edukum. Ti duhet t'ju tregojsh tjerëve se kështu është Islami. Nuk do të thotë se me kesh edhe me ngrit zonin, nuk do të thotë që kjo është lumturi edhe ti din të kënaqesh në dunjon. Ja, asesi. Kënaqësi është dhe lumturi është kur ti prej brendësinës tënde njen një lumturi, që ka thënë Sheikh Islam ibn Taymija, që xheneti është gjoksin tim. Kjo është. Ti kur ti je e lumtur prej mrena, se unë muj me të bëj shumë selfie, po bën vaki jetën brenda e ke xhehenam. Po vaki shumë herë i ke këpucat e mira të shtrenjta, për çarapët kanë dalë gishtat dhe thembrat. Do thotë i jashtë po mja jash me çark këpucësh patika Nike Adidas original, brenda çarapët kanë dalë të morën flat gishtat. Ja. Do thotë nuk jo me rëndësi të jesh ti rahatshëm në anën shpirtërore. Kjo është lumturi, kjo është kënaqësi.